Profe! Apo të pëlqen kafja? Apo do me të bo qefin asi? Jo, me ma bo qefin, po të regam, apo të pëlqen? Njetën ti me kur kafe ma të keqe, s'kom pi kiqe këte dhe e një ujë. Qarna. Bjeri ziles. Viti i dytë në klasë! Pro, falë. A më me të pyjtë diçka se... A kishë mujtë me marrë në klasë të ti? Psa, keme marrë filgjana, asi? Jo, po, më ka ardhë djallit tezës prej Amerikës, e pa qef marrë në klasë të ti, pak më ndëgju. Mirë është, unë jem të folë. E nuk u konë që 14 vjetë profesor këtu, e pa qef marrë në orë të historisë me ngu pak. Ule, brat, dorë se unë jem të folë. Ule. E është shumë sentimental. Pa qef, edhe qa fest, edhe ora historisë, me ndëgju pak, a mujnë? Vetëm nëse nuk fletë. Ja, jo, nuk fletë, është shumë i urtë. As njeri? Në regull, asun. As në regull, vetëm po ho, moho me kokë, banakun kuj keme jalan? Shtu edhe me ndova. Hajti tash dorë për dorë në klasë, në reshtën e fundit dhe zërin mos t'ua dëgjoj. Meni. Shpejt! Mirdita e shpifur. Nuk keni nevoj të ngrijeni në këmbë. Nuk keni në Beograd. Unë kam kohë që e shoh. Ullëni. Përshëndetje. Aleksi. Qako. Student i ri. Po, ma thanë që kemi një student të ri. Pre nga jeni ju? Nga Lazrati mu. Kej, ullu, ta një e kuptoj pëse të ri kënë gjitur. Babes, erdi ma qoku të djati. Mama shqara. Ama Aleksi nga ka jetë një pasqyrë kej tjetër për Lazaratin, bro. Të nga kalëzu Aleksi, qysh Lazarat kanë hopë kurs baletit njeri, apo mervesh. Qysh dilëve të djelave. Të djelave i qesin me ongër pata. Gag. Shumë sega, se një lanë, bo, se one thing. Ati që a mira kejtë saj, se cili për neve kemë kanë histori, bo, sa më mervesh. Imagina si kur t'ja këshim ngu se cilit storin e vetë. Ama m'ja ngu sinqerisht, babës. Se ti merë, hajde për shambull, sa veta e në ranë klasë, të që. Hajde merë vishë shambull, example për marë, vitë që t'ja lopsin. Ka fut filmi, bro. Tokë. Po të thashë, po të thashë. Lage, babës, lage. Shkum pashtu. Hajde të fokusohemi tani. Këtë javë kemi fest. Pra këtë javë do të flasim për 28 nëntorin. Dua që kjo llogari bankare të anulohet, të mos ekzistoj më fare. Po, është në emër të vajzës ime, por unë jam baba i saj. Dhe njëkohësisht ai që ja mbush këtë llogari. Pyete sa lek kanë llogari? Në pasporti? Pata të janë. Pra, pata të janë. Po havo kuma, falni. Në një moment. Patatina. Në regull? Po presi pra. Thot se na duhet në shkrimi saj. I këpusim gishten? Po në regull. Nesër në mëngjes, Faleminderit shumë. Në regull.
S'ka gjasa. Dëgjoj, prej datës 1 janar e deri sot, ajo në total ka shpenzuar 24.334 euro, o zot! Vete ke fajin. Pse unë? Unë jam munduar të kujdesem për të. Aq. Drejtor, ajo është makinë amerikane 8.12 benzin. Duhet ta shndrosh në makinë 1.4 naft. Është punë e vështirë, drejtor, do përkushtim, nejse. Dorë në zemër, makinën e ka shumë të mirë. Dëgjoj, nena duhet në nënshkrimi i saj. Kaq. Problemi kryesor është që fatkeqësisht toka jonë gjendet vend gabuar. Evropë e në UEF nuk ka, nuk ekziston sot më, nuk dua të vasho. Evropë s'ka, Evropë o rejën. Evropë është si puna ati i Lberit. E në është, e në sosh, nuk ka Evropë. Aho ka Gjermani, Zvicër, Norvegji, këso ka, ama Evropë nuk ka. Vesh pak be babë, së shumë je ka rrit, def je 200 pikë seneve. A e din që ka njerë që s'pajtojnë me këtë sen. Së shumë NGO-të Kosovës, ne, shumë NGO-të Shqipnis, pse jo dhe të Serbis, kam punu babës, edhe se rjedhoje punës edhe praktikës, kanë armë përfundim që 2 pika. Profesor, ndali. Qiki e pse ta ndali? Hini laknave, a nuk e shë ka të folë. Ne si do vejmë me një përfundim në rast se nuk gjajmë gjuhët për bashkët. O, profesori jemi dashtun, besom që ka dë njëherë është e ma merë që hiq mu gji gutë për bashkët me këtë kaproll. A ndajme që nuk onë tullë bukës hiq. Profesor, a mundem? Të lutem shumë urdhro. Të nderuar student, civil. Nderuar profesor. Nderuara klas, sot do të mbroj shiritin e zi. Për të mos thënë që do të mbroj notën 10. Do të flas sot për Ballkanin. Atëherë. Hej! Kështë në kush ka ardhë? Gjyra! Aj pas ke thuj dhe dorën, a? Sëron. Majtan. Vra, vishka hesë s'po ma gjonë. A di shokëm të ju të tesh me nëzjet një mocë? E nëzore macën me? Jo. Por ke... Oh my god, profesor, ma ndim të shi që vishone e kum një mocën. A mone sigur të di që u ku një mocë atë. Ta e nesë, shu pa lidhje rëshito. Po, më s'pju pengojna e sara? Okej, më sa për shumë fuk, që hajtë fullë, sorry. Ule shpirt? Mbarove? Opnës, ula. Mos ke nevoj për një gjë tjetër kështu, je kompletuar? Oj, continue. Atëherë, Ballkani. Mund ta bësh që të pi një gotë raki. Gjoja si kur ti po ngre dolli për të. Dhe si do t'ja nxjerrësh në nënshkrimin nga kjo? Në nënshkrimin jo, po mund t'i nxjerrim shenjat e gishtrive. Nena duhet në nënshkrimi sa jo shenjat e gishtrinjve. Çfarë po bën? Po mundohem të imitoj firmën e saj, po e ka të koklavitur dreqi. E kam provuar, nuk bën. Gjithsesi, mendoj që duhet t'ja thuash. Nuk bën! Sa më pëlqen kur të çmendesh o zot. Çfarë blet ashtu? Ti nuk je në vete. Është hera 10 që vazhdon me këtë humor. Nuk është humor, thjesht më pëlqen mënyra kur të çmendesh. Çfarë të keq e ka? Si do t'ja bëjmë dreqi të haj? Ma lër mua këtë punë. Ty? Kur? Ti nuk di të sillesh me te. Ua, drejtor, sa gabime ke. Ne jemi bërë motra, gjithçka ka ndryshuar. Vërtet e thua? Po? Ja. Mbrëm, ishim në kinema. Pam një film të shpifur, drejtor, dhe pastaj vajtëm tek Babel. Ti dhe Elizabeta? Po. Ja, kjo këtu, duke i derdhur shampanjë tek çanta. Humor vajzash. Engjulli i babit, e se sa është ëmbël, e? E ëmbël, ajo nuk është e ëmbël, ajo është
Nuk e di, është diamant, është si nuk e njoha më përpara. Prandaj po të them, ma lër mua këtë punë. Mirë. Ja, këtu jemi tek Viva Fresh Store, para se të shkonim në kinema. E binda që të dilte në këmbë. E di që më tha drejtor? Pa makinë nuk i njihte rrugët. Ajo ka lindur në jaht. Kjo është vërtet? Ka lindur afër ngushticës së Gibraltarit. Ndërsa unë kam lindur tek ngushtica 67 gradë fjerake, reparti A. Dhe gjithçka përfundoi me ndarjen dhe coptimin e tokave, ku më pas fiset i humbën kontaktet mes tyre dhe filloi një epokë individuale. Mbres lënëse. Jo, unë e di, po thuaj aktyre. Bravo! Kur njeriu do, ja del, kemi një vajzë e cila është përgatitur. Kemi një vajzë e cila edhe pse vajza e drejtorit ka treguar një interesim shumë të madh për historinë e kombit. Kështu është kur ke paraçken. Ta si dorën në zemër, po nuk është do gjë paraçka. Se duhet vëxhuti, se po s'pate vëxhut. Nëse unë dakord jam edhe mirë kishte mësuar pa i momenti aty te beteja e Mjegullushkës. Është në vitin 232, nuk është në vitin 233. Hamiti, e gjetë ti i gjilpërën kasht, ë? Së puna e gjilperës. Është puna që sot haroj më datat, nesër emrat, pas nesër... Pajtohen. Me cilën? Natyrisht që me ty. Po thuaja pra asaj. Me paraçkën o? Qetësi. Po? Puna morë. Unë jam dakle a shkollodhë dhe jam i pejet. Jetoj në Amerikë. Edhe studion këtu diçka, po si? Jo, më në burë. Unë jam rap artist. Sa po më vjen mirë që jam këtu. Edhe po kom pak emocione. Po unë vetëm një pyetje kom. Ama, ne më në krejt shqiptarëve, vetëm një pyetje. Jo, mërë, po bëna i gare se nuk ka kur par pyetje. Mirë është. Jo, më lem burë, vesh Jo, një mërë, pyetje. burë, mirë është ullë se bën mas mësimit ullu. Prit se tash jam kureshtar. Pro, beson bre se ma mirë ta qëtë. Profa, po? Po, A e dini ju që shqiptarët e kanë krejt Bronxin dorë. hej, jo, nuk e di edhe. A e... Edhe këtia ju put të filmi mo. Që bëni? Jana, Shpirti motrës? që 2 orë që ka filluar ora e historisë dhe nuk dalin nga klasa, mbres lënse. Anaspaz, 1 miligram për 3 sekonda gjumë. Anektin, 500 miligram. Ketalar, ketalar. Çfarë kujtimi është drejtor? Kjo është vetë mbretresha. Çfarë është kjo? Që të vëmë atë pra Elisabetën në gjumë. E dëgjon veten si çfarë thua? Unë për ty e kam drejtor, se unë në rregull jam. Unë me atë jemi bërë shoqe motra. Unë thjesht, shkreta unë. Do doja që ti të ndihesh sa më mirë në gjirin e familjes. Jana, Drejtor, unë e di si buka që ha, që ajo nuk ka për të firmosur. Jana. Ampazan. Drejtor, është vetë Helmi. I bërë nga gjarpri me zile. Jana. Ti po më krijon një ndjenjë të çuditshme. Pse e mira unë? Po sikur ti vëm eksploziv në makinë, çfarë thua? Ta bëje vërtet? Preke, touch me. Jana, a ka mundësi të dalësh nga zyrja ime? E mira unë, po çfarë bëra këtë herë? Asgjë, vetëm më ler vetëm. Në rregull, ta fik dritën. Jo, vetëm dil. Të të vë një film, Të lutem. pak muzikë. Në rregull, ta marr pak celularin? E merr më vonë. E mira unë do jem tek restoranti përballë, ë? Vetëm ik. Ua, ajo kënga, vetëm
shohim kush në kam betur. Ohoho, që? Po? Që thot neni 28 i kanojt? Me u martu e si pas kanojt, do me thonë me u ba shpi. E me ashtu e shpis një robë ma tepër sa për punë të krahut, e sa për mishtu e fmit. Qfar njeri menshëm, lafet në doja. A shi Hikmet? O, Rono, amon, ma lërë mu kësa herë. Thanks, babës, kursem pak. Si ishte ajo batuta mi? Nuk ka batot, a neje nën regull. Homi, si ishte? Citoa e në një. Nikjon, hapi vesh. Me u martu e si pas kanuit, do me thonë me u ba shpi. E me ashtu e shpis, një punë krahut, edhe sa për mishtu e fmit. E kuptove? Homeni, gjo se që thot? Pra ne po them. Do me thonë, me u martu si pas kanunit, koncepti është me bo punë të shpisën e me rritë fëmijë, kështu? Se, farë dojshë të të boja avradit, shmontoje mina? Pse jo, po. E o mjata shi, të ne apët barku me këto. Ta shi ka tjetër bot kuptim. Atere ndryshe mendojsh, ndryshe shkruesh, ta shi kanë dikuar faktor ka të ndryshme. Ta shi mos I vini I pik gjerave. Po që ato keshtu e thane në unë? Qa isha duke thënë unë më? Avradi s'ka, kam ka ca përdaje tër më të poshtë. Këte doja të thoja unë. Eshe sa merë mirën a vesh, ne kur duhen atë mirën a vesh. Prandaj po thëmë profesor, ne mainstream si thot kapralli jo. Ja, kur them jo, këm gullë dhe them jo. Ja, jo e në pik, jo. Thotë robi jo, thotë jo. Se ky shpit nuk duron mo, o po defu po. Kanuni, ka shenë, nuk është mo, so është nominua si herë, jam I luptur për këte, jo, zdu. Valla u menoj se kanunin duhet me I qitë në sitë. Tej nuk kam sajtën kanunin, as tej, as kush tjetër, bile as une. Puna jonë është që njëherë e për gjithmon duhet nëjsim të krenohana me gjojat që I kimi. Qetësi. Interesante. Lyro. Alo? Kushua? Une. Ej. 28 nëntori. Duat. Po, qfar dote? 28 nëntori. Me 28 nëntor në ora 12:45 e kom kontrolën të mjeku për duhet. Zuka. Po, prof. A ka kush miro zilës? Jo, prof, nuk ka. Shko Zuka, vjeri zilës, ndrydhe zilës, shko Zuka, shpejt! Hej! Edhe unë du më organizu një ndajnë pej, edhe pju thiri krejtve. Ndejnë pej. Po. A o sta glaun gjithë shka. Qka ka tash lulja? Kish mo qka? Se ka mbjellur mirë mo. E tash mundet me cofa? Si mo që ka to vegla, silë. Kjo do respekte mo. Nuk ka ndryqimin e dur këtu. Nuk e ka në ujitur në kohën e dur. Dhe normal që është ta në kohën e dur. Mos u morzit më shpirë, do të kthej unë e jetë ty. I ka vetë shpejt. Zuk, kush është ky? Ky është Alex Chakwa. Kompania, Jo mora, person është individ, është ai studentin ka Lazarati.
Puna marë mjeshtër. Qishe, mire mo. Mirë, Fender, mirë. Unë jam drejtori i shkollës. Wow, më falë. Aleksi. Kam dhe gjuar. Qëfar proponimi këto? Me këmo? Me lullën tonë. Po e sjellë jetë, mo. Në që mënyrë? Ca stimulues për te frutat, ca proteinat e rënjët. Se këtu o drejtor nuk ka dhe ndryqimin e dur, po dëgjo, do të sjellë unë një llam fluoreshente dhe të betojmë personalisht do mere me të dhe për 4 javë ti nuk do njohësh fare mu. Mirë, rregull. Ditën e mirë. Drejtor, që kafe? Jo, kam pirë kafe sot. S'ka nevojë. Po ki mo, shpati, pa gjile për në ki. O për mitrën dhe lina moj, dërse nëse qëta Mirëmëngjes. Mirëmëngjes? Mirë dita, që sa është ora? Ragjë në sy mungesa ime këtu? Jo, vetëm kjo profesorisha e fizikës. Pyti për ty, po unë i thash që ke rasvdekje. Po unë nuk kam asnjë lloj rasvdekje. Unë e di që nuk ke rasvdekje, po diçka është dashur me trillu, mos prezenca yte këtu. E kush i the se më ka vdekur? Të ka vdek gjyshja. Jo, gjyshi. O, nuk e di, dikush e di se sigurt ka vdek. Mua më kanë vdekur që më kanë vdekur, më bëj një kafe të lutem. Që kafen, që edhe këtu posta, do letra, do gjanat kanë ardhur. Ti ko marrone se për ndryshe këta këtu ishin qëmend. Shumë faleminderit. Po ky? Ky është shpëtimtari nga Lazarat. Qyqa. Po na futet Renea më duket. Zukati, të shpirtin e rregullova. Po këtë shpirtin këtu nuk e di akoma. Luna. Aleksi. Qako. Po i kthen lulet në jetë? Me sa duket jo të gjitha. Si në për filma. Veç me anis me ra dhe borë. I e regjistruar në shkolla po akoma? Jo më lule, po prisa dikë që të mund t'i monte. Më falë, qiko, kafen. Kam pirë zuk sot. Au, eja pas meje. Zukati! Po qau kjo ëngjëllë i këtu, jepi pak nga këto. Zuka, qëfar të dha? Kurgjo. Hapi dorën. Vetëm farë për lule ishim, kurgjo, drejtor. E qëfar hodhi në lulli, e? Kurgjo, mërë, drejtor, kurgjo, hiq, nuk... Dëgjo, Zuka. Nuk dua të bëhem pjesë e mediave, Marrë mesh? Edhe dreq kafe po e pres 30 minuta. Që, kafen. Mirë dita. Lavatrisin që ka porosit qika drejtorit. Mirë, leni që të. Faleminderit. Ditën e mirë. Edhe i herë. Më shiko, ha? Okej. Në rast se kena 2 trupa, shembull, edhe në rast se distanca nga trupi 1, shembull, në trupin 2, pra, distanca është 1 metër, 1 metër. Dhe në rast se trupi 1 godet trupin 2, çfarë ndodh? Vjan. Që më raft mua lokës në kokë më raft. Po jo me ja thyme, jo. Kjo quhet rënje e lirë. Rënje e lirë, okej. E magnete? Çfarë magneti? Çka puna magnetet?
Magneti është një material i cili krijon fushë magnetike dhe që tërheq materialet të tjera që janë metalike, jo të gjitha, jo! Okej, jo. Oh my god, po thu që komplet një libër e ka shku veç për qëto fjallë që i tha. Ama të lutem, për kokë të mami, të lutem se kam për të bërë një hullum tim. Sa të mbaroj do të them të këty. Të premtoj që do të them të. Okej, po mos halo që kom tasën fizik. Okej? Një minutë, okej, në rregull. Po edhe këtë luftën e parë botërore, një farë shule je ka njësua. E po këta se dija këta, nuk e dija këta. Hej, a e din që kjo puna e luftës parë botërore? Dyshur që jam ledh do njerëz edhe kanë thonë, come on, let's go! Edhe, do më thonë, ati kësha hajtë ja nisem, edhe po mdo që shra ka fillu lufta e dytë botërore, ana i sanë. Lusi ti. Thanks. Dyshur që në gjithë i bëj do analiza te për të thella, po halua nuk më ka ra me do alë në pa. Qfar fjore? Pa. Po qita do të zeza që ka bero. Pa ty do të aconi, se ku do të acoje, ti shkruan ti, ku do të acoje, aty do të acoje. Ej bre, që kjo fizika për thamore? Një minutë, Okej. Po zembra mal mu bebre. Po mal mu bebre. E filloj luftën e parë botërore, sa e filloj vdiq aty, të vdes aty, të kalbet aty. Po sërbe, një si vogël. Po edhe për babanë me di qa thuet. Moj, pse nuk lexon dhom ti? Aty lexoj poezi qka unë. Po në koridor qa lexon ti? I bje gërnetës, shaka po pëjti ma. A fizika matematika? Këshëron njëri shfar sane kanë lidh fizik edhe matematik. Vesh me i kompliku sanat. Moj, po pse nuk u thyve komplet? Komplet tisha thyve. Do më lësh qecet, do thras, pritin do thras. Ta thyve me ullën tjetër. Rëti në të aty, u futsh në të u futsh. Bra, po a më ju promes që kjo më mdimu? Po, të premtova. Po nuk e bëj mu. Nuk du ta bëj më. Nuk du ta bëj se të thyva për të them. Qëtësi! Të dyja! Rana, pse më bëm kështu me javë? Pse më ju bëm shalë? Oh my god. A mu do ka ke nërvaz që këtë shka më fënd? Kyme? Me shtrata. Brinj thyer. Më falni, a do vazhdojmë me orën e fizikës? Ja, se po replikoja me këta autorin. Po ti mundesh? Po moj. Ua, ke thyer kraun. Sërjen. Ato që ke të fashuar. Aha, o vrej, ku më thy. O, para me në qa këna po të kesh me motrat. Unë ja bësha, o Dora, ato të minu që me thonë, që Dora. Aman, ato motrat ku ti kesh të falja bëj shumë. Okej, vaj. Qa urgjent aty në fizik? Konceptet themelore të mekanikës kuantike janë përpunuar gjatë viteve i 1926 dhe në vitin i 1935. Mekanika kuantike me pohimet e tyne dallojnë krejtësisht prej fizikës klasike së në majtë hunë së merdi kjo lajë. E rëndësishme është që e bindur, ke filluar të shpletosh. E para, tona këto gjana i kom lexua edhe i kom mësua te gjirafa, pa shfletua as edhe i faqe librit. Edhe e dyta, kjo s'do me thonë se fizika më pëlqen si landë. Pak rëndësi ka për mua. Për mua ka rëndësi që kur shoqet e tua dilin në për klabe, ti ke ndenjur në shtëpi, duke studiuar pranë kompjuter dhe duke rënkuar. Edhe ma në fund a i luntun? Ja. E me qka po do në më ngarkua ma shumë? Biofizika, volumi 1. Qka më duhet mua biofizika? Që të përmirësosh notën.
Puko tash 20 minuta që po flasë dhe po përgjigjem këtu. Po shken start e shkret që kanë një jetë që rinë aty në laborator, duke pritur se mos lëviz në një gjë, ti thua 20 minuta. Guzhina japoneze. Volumi 2. E mos ma bëjat ftyrën prej ëngjëlle, ulluar qend. Gjyra? Këto... Të erdi radha? Gati jam. Për çfarë? Për fizik. Po dorën ku e theve? Se janë. Ato të mesit. Dëgjo Korb. Fotot që bëm brëm, ja tërgova babait tënd. Ai mendon që ne dyja jemi shoqe. Madje edhe numrin tënd Valës e kam të regjistruar me emrin Ëngjëlli në celularin tim. Nëse. Nesër paradite duhet dalim në qytet dhe të bëjmë disa foto tjera që duket çdo gjë sa më e natyrshme, pastaj ik mu zhtuk mos të shikoj fare me sy. Pa ato foto që bëm, i fshive? I dogja me gjithë celular. Në more vesh që babaj ta ka ndërprerë llogarinë bankare? Atë llogarinë që të blinte ato makinat e shtrenjta amerikane. Sigurisht që jo. Ajo llogari bankare nuk mbyllet pa firmën time. Për këtë firmën këtu e ke fjalën. Më ke kopjuar firmën mi? Po mi, pse çka ka? O zoti madh, ta marr shpirtin. Papa. Ti të vjen anash ti. Oh. Vetëm të lutem, babain mos e mërzit. Dhe po të thoja. Makaronave Ducato di Mantova i hedhin vetëm pak krip dhe pak piper në fund. Pa salcë fare thua? Pa salcë. Pak receta kështu e ka. Mos guxoni të bëni pyetje banale. Viti parë, mos ta hap fare gojen. Ndërsa ti gëk. Pse mi une, punat shok të ngushtë e kam? As një pyetje thash. Tani, do ta bëjmë si në shtëpinë e bardhë. Pyetje do t'i bëj Romi, Korça dhe Alfa. Ju të tjerët bëni sikur jeni shumë të zgjuar dhe e kuptoni situatën, dakord? Çka kam apo? Ti do shkosh tek banaku dhe do varësh një tabel mbyllur për rast vdekje. Aha. Rast vdekje, a shënohet me W? Ai. Dita. Këta janë studentët që të kam folur. Mirë. Mirë, shumë mirë. Atere, kush ka pyetje? Unë. Mos bëj shaka. Kush ka pyetje? Po unë kam mi. Mjaft tani. Korça! Përshëndetje. Sara Kocaqi pe Korçë. Më doli fati më duket. Të dolën eshtrat, po dil në temë. Korçë jeni? Jo. Punë e madhe. Më fal, pyetje është kjo? Është nga kavaja tjetri. Ullu. A ta bëj unë një pyetje? Jo. O vlejem, ta bëj be unë një pyetje. A t'ka dhenë be vlla dora kur i kera në feshka ti shkapit? Jo. Halal ta bëf zoti be. E në unë një ditë tuar të kanë shkollë, vesh kur ta kum kap një shkallë vogël, vesh kur t'i kum hi një orë se m'ma kanë qitë pidore. As kush se m'ma qitë pidore. Nuk e di mediumet, as kush nuk e qiti. Farë bëjnë mediumet, si sa një marrë veshtë. Mirë, unë desha t'ju falenderoj për përkrajen dhe ju kam sjell disa dhurata nga kombëtare jonë. Zuka! Po! O Flori, kam dhe unë një dhuratë për t'ja mu. Mos e prek. Mu shduk thash, ha? Hajt. Mirë, atëre, juve pyetje të tjera nuk keni, nuk e di pse shtangeni, unë i them bëni pyetje sa doni, por nejse. Miku ju nuk mund të rri shumë gjatë, sepse ka shumë punë.
Ju falenderoj shumë për dhuratat, edhe mund ta përshëndesim mikun ton? Jeni të mrekullueshëm. Po thuajse të gjithë. Më pret një ditë e gjatë dhe më duhet të largohem. Jam shumë i lumtur që isha këtu me ju. Vesh edhe një sen, që kijet ara është dikant. Vesh thërë mu, ne di lishojmë helikopterat pinalt, ato të shonë nalë në duhim pi poshtë dhe i ranë. O, dinamit, po mos bo pytje pa lidhje, o man. Unë personalisht ndjem shumë ja ofendumër jau. Se më kujtua. Do bëjmë një foto? Po, se na duhet për një steletë në dorë. A kyqemi shështu? Mos qeshi. Një selfie me mua. O sa mirë me qenë shqiptar, 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 Kjo qëtë pikë sana, vesh pak. Ke vjenër firmën? Jo. Të qëllim nakë në poshtë duke i në shkime. Unë nga droga, falë. Dëgjoj, Korb.